Me tani me gazetaren tonë atje, Elmina Osmani. Elmina, kur pritet filloj seansa edhe pse ka kaluar tashmora 19:30? Me mbrëma Valbona për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë si që thatë edhe ju, pra ende nuk ka nisur seansa e thirrur për orën 19, e cila do t'jetë tentativa e tretë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Ndërkohë, deputetët e lëvizjes vetëvendosje tani pothuajse shumica kanë arritur në sallën e seancave plenare, pra ku pritet zgjedhja e presidentit të ri. Do të shohim se si do të rrjedh. Kanë dështuar dy tentativat e tjera, njëra në orën 10 dhe tjetra në orën 14. Do të shohim se çfarë do të ndodhë tani, me që deputetët e opozitës vazhdojnë të qëndrojnë në vendimet e tyre, në qëndrimet e tyre se nuk do të marrin pjesë në seancë, derisa kanë paralajmëruar që të ndërpriten këto seanca të mos zhvillohen pasi sipas tyre janë antikushtetuese. Kaq sa i përket kësaj linje, ndërkohë që ne do të jemi këtu për të sjellur të gjitha të rejat se çfarë do të ndodhë në sallën e seancave plenare. Po do të jemi sigurisht edhe në kontakt. Falenderojmë Elmina.